subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj i ftoj subjektet që t'i propozojnë kandidatët e tyre për këtë komision. Ftoj PDK-n që t'a propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n që ta propozoj një deputet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ftoj Listën Sërbe po ashtu të propozoj një antar të Kuvendit, një deputet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ftoj AK-Nisma që të propozoj një deputet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Vazhdojmë atëherë me votim. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 54 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka pasur asnjë, po ashtu asnjë abstenim nuk ka pasur. Atëherë shihemi më 13 në orën 10.